Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me rastisit të lexoj për një doktor amerikan i cili në fillimin e viteve 80 ka vdek. Pas pak do ta dëgjoni edhe momentin se si ka vdek. Fjala është për doktorin e njohur Jim Fixx, i cili kishte shkruar një libër dhe i cili kishte qenë doktor i mjekësisë, një libër ku në studimet e tij ai parashihte se vrapimi dhe marrja me aktivitete sportive është një prej shkaqeve që edhe i mundson njeriu të jeton shëndetshëm, por edhe njeriu i dhuron shumë jetë gjatësi. Do thotë edhe ka shkruar libër, nuk është vështirë nëse e googlojmë emrin e doktorit amerikan Jim Fixx, do ta shohim librin e tij. Por është interesante, diku në moshën 40 vjeçare, 46 vjeçare, 48 vjeçare, pikërisht duke vrapu, doktori i njohur amerikan vdes. Ajo çfarë unë dëshiroj të analizoj nga konceptet dhe dioptria e Kur'anit në raport me vdekjen, jetën, shëndetin, kujdesin për jetën, kujdesin për shëndetin, është se konceptet dhe dioptria islame neve na nxitin çdo herë dhe kërkojnë që ne të kujdesemi edhe për shëndetin, edhe për jetën dhe të marrim masa preventive që ta ruajmë edhe shëndetin, edhe jetën e kështu me radhë. Por, ajo çfarë është më rëndësi që Islami dhe mësimet e Kuranit dhe të pejgamberit dallohen prej të tjerëve, në këtë rast edhe prej atyre që merren me shkencën, në këtë rast me doktorin ton të respektuar, është se Islami nuk lejon që të hynizohet dhe të kuptohet si e shejt asnjë lloj shkence dhe disipline. Për faktin se doktori në fjalë ka bërë studim dhe ka shkruar libër që vrapimi e ndihmon njeriu të jeton gjatë në farë forme e parandalon prej vdekjes. Por ja që pikërisht Allahu fuqiplot ka bërë që një studius kaq i respektuar vdekja me e godit dhe me e gjet pikërisht duke vrapu atë njeri. Prandaj mesazhi është ky. Vdekjes nuk mund t'i shpëtoj askush. Vdekjen nuk mund t'a parandaloj askush. Sugjerimet, rregullat, mësimet të cilat dalin nga mjekësia dhe shkenca dhe disiplinat tjera me seriozitetin dhe kujdesin më të madhin duhet të respektohen, por asnjëherë të hynizohen, nga se hynia i takon të madhit Allah fuqiplot, është ai i cili e dhuron jetën, është ai i cili e merr jetën dhe e godet robin me vdekjen. Allahu na mundsof që të jetojmë me dinjitet e faqebardhësi, Allahu na mundsof që jetën tonë të harxojmë në rrugën dhe kënaqësinë e Zotit ton fuqiplot, por dhe vdekjen ta presim në qetësi, me faqebardhësi, me përfundim të mirë, me besim të drejtë dhe iman, dhe të kemi një qetësi e rahati nga kalimi i kësaj jete drejt përjetësive të amshimit në botën tjetër. Qofshet në kujdesin e Allahut.